presidenti Trump kritikon vonesën e supozuar të BE-s në negociatat tregtare. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump shprehu kënaqësinë e tij për vendimin për të vendosur tarifa prej 50% për produktet evropiane, duke vënë në dukje se reagimi i Brukselit ishte i menjëhershëm dhe treguesi presionit të ushtruar nga Washingtoni. Isha jashtëzakonisht i kënaqur me normën e tarifës, tha Trump në një postim, duke kritikuar vonesën e supozuar të BE-s në negociatat tregtare. Ai kujtoi se ka autoritetin për të imponuar një marrëveshje tregtare në mënyrë të njëanshme nëse nuk ka marrëveshje ose nëse SBA-t trajtohen padrejtisht. Menjëherë pasi u njoftuan tarifat, Trump tha se kishte marrë njoftim se Bashkimi Evropian donte të fillonte menjëherë bisedimet me qëllim caktimin e datave për takimin zyrtare. Ky është një zhvillim pozitiv, theksoi ai, duke shprehur shpresën se Evropa do të ndjekë shembullin e Kinës dhe më në fund do të hapë tregjet e saj për tregtinë amerikane. Presidenti amerikan mbylli fjalimin e tij me një dozë karakteristike optimizmi, duke parashikuar se nëse Bashkimi Evropian dhe Kina bashkëpunojnë, të dyja do të jenë shumë të lumtura e të suksesshme.